është në pushtet dhe qeverisë që ju ka një farë mënyrë humbur shpresën shqiptarët dhe nuk shohin asnjë alternativë se pse të qëndrojnë këtu. Zoti Noka dhe padyshim zoti Çubi të dy preken se mënyrën se si mund të orientohet vota e migrantëve shqiptarë dhe diasporës shqiptare, por unë mendoj që si majoranca në pushtet, ashtu edhe Partia Demokratike aktuale drejtuar nga lideri i saj historik, kanë një deficit të jashtëzakonshëm me emigrantët shqiptarë, duke parë se njëri ishte mënyra për t'i larguar, kurse tjetri ishte mënyra për që nuk i jep asnjë shpresë, asnjë lloj mundësie se si ata të kenë një alternativë qartë qeverisje në zgjedhjet parlamentare të këtij viti, dhe besoj që vota e shumë qytetarëve shqiptarë do të jetë një farë mënyrë, një farë votë proteste ndaj qeverisjes 12 vjeçare të majorancës socialiste dhe të kryeministit Rama, por nuk besoj për asnjë moment që do të jetë votë në favor të një partie e cila fatkeqësisht nuk e ka gjetë dot veten dhe është një fatkeqësi e madhe për opozitën shqiptare që është fragmentuar në disa parti të ndryshme dhe po të ishte një opozitë e bashkuar absolutisht me një leadership të ndryshme, jo nga i 34 vjeçar dhe nga një person cili fatkeqësisht duhet të them që në Britani ka vullën për të padëshiruar dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe besoj që vota do të shkojë për parti të cilat në farë mënyre përfaqësojnë një alternativë ndryshe nga këta që përfaqëson kjo parti që është në pushtet për 12 vite dhe nga një zero alternativë që ofrohet nga partia dhe koalicioni për një Shqipëri mallështore që vetëm vjen shumë keq, mallështore nuk mund quhet.